Minutat e fundit nëpërmjet titujve që pasqyruan pak më parë nga portalet u kuptua që me sa duket ka gjetur një zgjidhje situata e ujit në qytetin e Vlorës. Megjithatë, më shumë informacion do të marrim nëpërmjet gazetares tonë Efrosina Papa, e cila na bashkohet në një lidhje të drejtë për drejtë. I themi menjëherë mirëmëngjes. Efrosin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Efrosina. Nëse sot kemi lajme të mira apo jo? Mirëmëngjes Florian, në fakt vi me lajme të mira nga Vlora sot. Të mëngjes, të së martës, është punuar fort që prej mbritjes elektromanikotës në mbrëmje bon rreth orës 20, është punuar shumë nga stafi inxhinierotehnik dhe rreth orës 4 të mëngjesit arriti që gjithçka tubo kjo elektromanikot të montohet, të ngjitet dhe ka nisur prej orës 4 të mëngjesit shpërndarja e ujit në depot kryesore të qytetit të Vlorës. Në depo, por jo në banesat e qytetarëve ende. Bëhet fjalë vetëm për zonën e Lungomar, se cila është një zonë që furnizohet me ujë 24 orë në ditë, ndërsa në zona të tjera ende, sepse e rëndësishme është që pajisja u vendos, u realizua me sukses dhe tani pritet është në monitorim, sipas unë kam komunikuar me drejtori Ermal Murati, të ujësjellës kanalizime Vlorë, dhe ai raportoi pikërisht të gjën që gjithçka u rregullua, por prap është në monitorim dhe shpërndarja nuk vjen me një prurje të madhe, pasi është ajo frika, është pasiguria sa të ngjitet tamam. Një shpërthim tjetër po flasim. Po, i ruhen asaj gjës, por është në monitorim dhe gjasat janë shumë pozitive sipas autoriteteve. Është për të vlerësuar angazhimi i stafit inxhinierotehnik, pothuajse përveç 4 ditëve, edhe mbrëmjen e djeshme, mbrëmjen e së hënës, e cila solli dhe këtë rezultat. Në banesa ku mund të shkojë ujë, Efrosin, ti the pak më parë që është në depo, po jo në banesa, kështu që pjesa më e madhe janë qytetarët, ata të cilët edhe kanë protestuar. Po, Brigenda, përgjithsisht në Vlorë uji vjen 2 herë në ditë, në mëngjes dhe mbasdite. Përderisa nuk erdhi dot në mëngjes në ritualin e përditshëm, pikërisht për këtë mbylljen e avarisë etj, atëherë pritet mbasdite. Po kjo është e konfirmuar edhe nga drejtoria e ujësjellësit, që uji do të vinë në banesat e qytetarëve. Nuk ka vend për dyshime, besoj Efrosina, sepse po me të njëjtin emocion si ju në Vlorë kemi ndjekur dhe ne pamjet e djeshme kur elektromanikota ka mbritur, kur është montuar, pra ka qenë shumë transparent. Dhe madje Florian edhe kur është shoqëruar me eskort, ishte jashtëzakonshme, domethënë ajo ardhja, se mos i ndodhte gjë elektromanikotet. Jo, përtej sinqerisht, përtej të qeshurës, ishte një situatë e jashtëzakonshme, një situatë që nuk ka ndodhur në Vlorë ndonjëherë, edhe faleminderit atyre që kanë punuar natë dhe ditë, faleminderit edhe protestuesve, sepse duhej bërë më përpara. Domethënë që kur ndodhi, nuk duhej lënë ditën e 4 kjo lloj ndërhyrjes, edhe se ishte kaq e vështirë. Ishte që është lajmi i mirë. Është lajmi i mirë. Bëni kujdes për 2026-ën, mos shkoni prapë sy. Si tha edhe kryeministri. Nuk janë para ato gjëra, jo, nuk jemi dakord me ato gjëra. Nuk është syri, po janë shumë gjëra. Kryeministri kështu tha, na kanë marrë është syri për Vlorën. Faleminderit shumë Efrosina. Faleminderit shumë, ndoshta do të kemi komunikim edhe nesër për të parë pak se si do të jetë atmosfera festive, po ndërkohë po të përshëndesim këtu. Faleminderit. Faleminderit, ditë të mbarë. Gjithë të mira. Mirë, ne kemi ardhur në fund programit. Ju falenderojmë shumë edhe juve që qëndruat me ne. Ne do të takohemi edhe nesër, sigurisht në transmetim të drejtë për të përcjell edhe çdo gjë që ndodh në datën 31 në këtë ditë të fundit të 2025-s. 2025-s. Sërish shihemi nesër. Shihemi nesër. Live në mëngjes